nuk ka krizë mbrana LDK-s, ka debat mbrana LDK-s, një debat i cili është thirrë nga kryetari i LDK-s, edhe ajo mbledhje ka shtirë, dhe themi, fazën e parë debatit në brendshëm, sepse janë diskutu, kur dalin numrat nuk rrajnë, do të mi pa, sepse deklaratat politike mbyllet, programet politike, oferta politike është mbyll, numrat kanë dalë, na kemi diskutu atit numrat, çështjet, rolin tonë, angazhimet, edhe pritjet që kemi shkaktu dhe pritjet që kemi mri në atë procesit, cili për atë ku e ka dhonë mendimin e vetë, qëndrimin e vetë politik, dhe në këtë fazë është mbyll kjo çështje, tu përfshi edhe nga dëshmerin e leadershipit edhe të liderit partijës, kryetarit partijës, që LDK-ja duhet me nxjerrë mësimet nga ky proces, çfarë do të çmyjë qoftaj, duhet me gjetë e rrugën edhe me ecë drejt përgatitjeve për zgjedhjet tjera që i kemi përpara shumë shpejt, por kalon edhe përmes procesit falenderimit, sepse për aq sa na kanë dhënë njerëz mbështetje nuk është e vogël. Dhe me që falenderus, trendi opozite. Falenderimit, ky kalimin në procesin e falenderimit ka përcim i diskutimit brendshëm, se që ashtu po më duket ma shumë, po, se ti shkon në fas tjetër, dhe e kemi një, të më dhënë personi i 5 ma i votuar, apo? A shte i 5 apo i 6 e votuar? Po, i 5 I 5 më duket, personi i 5 ma i votuar, në listë e LDK-s, ish kryeministri e pat një reagim shumë tashpër, i cili ka pak edhe është nga disa dikush edhe unë nënçmu, nga dikush tjetër edhe u injeru. Pra, nuk është që në LDK është gjithë shka në harmoni për me dalë në falenderime. Ka punë në LDK e natyrisht edhe falenderimet jenë në regull, po ka punë brendshme në LDK po besoj, në endi. Dhe ka me pas levoj që brenda LDK me ndru ka pak diskursit. Definitivist, jo vetëm që është pjesë e kulturës tonë. Jo vetëm pjesë e kulturës tonë, se na kena pas debat. Na kena pas edhe zgjedhje. Tash zgjedhjet nuk janë të lehta si procesin brendshëm. Edhe krejt kjo angazhim politik që ka qenë në një mobilizim për rikthim. Padosh me një histori për me dalë të ky qëndrimi ish kryeministri të Hoti në mbledhjen e fundit. Ma mirë me thonë mas mbledhjes fundit. Qëndrimi ka mas mbledhjes. Pa ka pas qëndrim të njëjtë edhe në mbledhje? Qëndrimin e ka pas në mbledhje, por... A ka pas të njëjtin? A ka pas kërkesën e njëjtë? Kërkesa, për shumë kërkesa, Lumiri Abdëgjikut ka qenë që nëse ju vlerësoni dhe mendoni me thirë kuvendin, unë jam i gatshëm me thirë kuvendin. Po kërkush nuk ka dalë me status me thonë që Lumiri ka thonë jam i gatshëm me thirë kuvendin. Apo jo. Edhe unë kom pas kërkesa begi agresive. Për shembull, që do të më lezu... Se mundesh me fol. Seriozisht po, edhe kom thonë që partia nuk i takon funksionarëve pa ndarësisë. Edhe kom thonë rreshën e parë, tragimit tem publik, edhe për falenderim edhe më tregu gjithë atyre që debati i brendshëm është pjesë e debatit, por kur debat publik do të më kon korrekt. Çështjet që thuhen brenda, çështjet që diskutohen brenda, çështjet që kontributet që jepen brenda janë me qëllim që me u permisu deri në atë pikë që siç e thash, deri në kuvenda, dojmë shku deri në kuvend, shkojmë deri në kuvend, nuk është, por nuk ka sundu, ose nuk ka qenë kjo kërkesë që është mbështet jo nga shumica, nga pjesa absolute e kryesisë.